Është paralajmëruar një protestë kundër raportimit jo etik të rasteve të vetvrasjeve, sidomos ndaj disa platformave dhe portaleve që nuk kanë fare kujdes në këtë aspekt, dhe është ngritur një shqetësim i vazhdueshëm nga mysafirët që e kam në studio dhe nga organizatat që përfaqëson, pra për portalet të caktuara në mënyrë që të ndalet kjo diçka që është quajtur edhe jo profesionale, edhe jo etike, edhe jo njerëzore, edhe si doni quajeni, po duket që nuk ka masa që po ndërmerren edhe nga organet kompetente, kështu që kanë vendosur të kalojnë në një nivel tjetër të reagimit, si më thonë, të një protestimi. Flasim me Bin Skjen, psikolog dhe themeluesi linja e jetës për këtë çështje, edhe na tregon më tepër se cilat janë kërkesat që ata i kanë. Bind, mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Nëse mundu me pas veç zë pak më shumë këtu në studio se s'po e dëgjoj, edhe na tregon më tepër Bind pra për këtë shqetësime që ju e keni ngritur, siç e thash, tashe një kohë të gjatë kundër disa platformave, mediumeve, portaleve, që sipas jush nuk po kanë fare kujdes, pra nuk po kanë fare etik në raportimin për rastet e vetvrasjeve, duke pasqyruar edhe detaje që nuk do duhet të pasqyroheshin, madje edhe fotografi të atyre rasteve. E keni ngritur shqetësimin edhe më herët apo jo? Po, kjo është një shqetësim që na ngrisim me vitet të tona. Domethënë edhe prej që ekziston linja e jetës, pra prej që 7 vjet, na vazhdimisht ballafaqohemi me mënyra jo etike të raportimit të vetvrasjeve, ku rastet më të rënda vijnë pikërisht prej portalit të cilin na sot po protestojmë, që është Sinjali. Na arsye pse i bojna që këto reagime, edhe pse sot po protestojmë, është për shkak se kjo mënyrë raportimit përposi te kalon barierat etike të gazetarisë, pra i publikon emrin edhe bjemnin e individit pa pas nevojë, i bën subjekte personat që janë një individ privat, sidomos personat që vetë se kanë vdekur. Kjo gjithashtu shkakton edhe kundër efekt në popullat, ku njerëzit që sot kanë mendime për vetvrasje, shtyhen drejt vetvrasjes nëpërmjet raportimeve të tilla. Kjo është fakt i pamohshëm, është vetë se i evidentuar për ulimtimeve të ndryshme që janë zhvilluar që kush i ka emën, dhe me thot një si efekti Werther, që kjo thot që është evidentuar prej ulimtuesve dhe peshqistarëve në nivel ndërkombëtar. Kjo edhe po vëret, dhe me thonë, në mënyrën e komunikimit prej personave që janë të ndjetuar në vetvrasje dhe prej vetë faktit të familje të ndryshme që janë ndikuar prej shtynë raportimeve kanë tentuar me telefonu portalin në fjalë, Sinjalin, edhe kanë dështuar, dhe me thonë, në komunikimin me ta për shkak se Sinjali vërtetisht nuk i ka tërheq lajmet të tyre, edhe pas që ata shumë shpesh duke qajt, domethënë kanë thirrë për me lut që me largu këto lajme. Duke e pasur që përgjithë domethënë nuk po funksionon për mënyrës zakonshme të komunikimit, që nuk po funksionon për ndërgjegjës që është dashur të ekzistojë në çdo portale, na sot po mobilizohen si formë protestës, e cila atë nuk po mënyrë që kanë përfunduar kënej, por që kanë qenë një hap drejt mobilizimit të mëdëtjeshëm kundër raportimit të tillë. Mirë, flasim pak më vonë për protestën edhe për mënyrën se si e organizoni edhe si pak a shumë çasynoni veç po na tregoni, po te portali në fjalë ose platforma tjera, portalet në fjalë, se pjesën e parë të përgjigjes nuk e dëgjova dhe nuk e dini se përmende subjekte të caktuara. Pra, a i keni adresuar këtë shqetësim edhe te këto subjekte veç, pra edhe si me u shkruajt aty në direkt edhe me kontaktu, me provu me kontaktu me ta, edhe me i bind që kjo që po e bëjnë nuk është normale, nuk është etike dhe e ka këtë efektin për cilin po flisni, ose edhe të organe tjera kompetente, Këshilli i Mediave të Shkruara, KPM, nuk e di, kudo që e keni gjetur një adresë ose një arsye për me reagu. Po, gjatë pandemisë na kena tentuar me kontaktu direkt me Sinjalin, po s'ka pas sukses. Masnej më vonë e kena dërguar edhe në Këshillin e Mediave të Shkruar ankesën, po Sinjali është portal, domethënë nuk është si RTK-ja që është në kuadër të KPM-s. Po, edhe KMSHK-ja nuk i ka të njëjtat kompetenca që ka KPM-ja, pra nuk mundet me sanksionu, nuk mundet me jep ndaj dënim, vetëm mundet me jep një verdikt moral. Ai ka përfill bazën etike ajo edhe masnej mundet me shërby si bazë për padi. Edhe padi kena tentuar me bën nëpërmjet AIP-s, po meqense na nuk kemi subjekti i lajmeve, meqense na nuk kena persona të ndikuar drejt për drejt, nuk kena drejt me bëj ç't hap. Veç familja ka drejt që ndikohet prej lajmet. E këtu është problemi. Pra, ti jeni familje për shembull, që një familjari juaj shumë shpesh domethënë fëmia është vetvrar. Edhe në çato momente ti u marr domethënë një nxinë më të madhe të jetës tande. Edhe tash vjen një portal
që në shumicën e rasteve pra është sinjali edhe pse ka edhe portale tjera, po këta domethënë janë ata pikëtar i çësoj formës të raportimit. Edhe vinë ta dhe bojnë disa lajme domethënë për këtë rast. Edhe ti tash për pocimin që të momentit tua të vajtimit, ti duhesh më shku edhe më marr me jurista, me akreditime, me shku në gjykatë, domethënë me padit për një proces që mundet me zgjat komedit sa vjet. Pra para këtë që ti proces në mjetët të një familje cila që po moment domethënë nuk ka hapësinë emocionale për më ballafaqu me ta. Edhe kjo natyrisht që i favorizon jashtëzakonisht shumë media të tilla, të cilat i shfrytëzojnë që si keq koordinim domethënë ligjor në mënyrë që me vazhdu dhe me përfitu prej këtyre rasteve. Prandaj edhe po vjen çka për protesta, sepse ligji ja mundson këtyre që me keq përdor çdo informata, sepse deri në pikën që vjen dënimi të ta, nëse vetë se bëhet një padije e tillë, ata po më ditë se kanë përfitu prej rasteve të tilla. Kështu që duhet mu me ndodh një rregullim, i cili nuk po mundet me ndodh për shkak që t'kena kuvent njëherë për njëherë. Ligjor, po derisa të bëhet ai proces, na jena domethënë të dojë si qytetar për me kërkuar që mund dalë. Mirë, a keni marrë herë në përgjigje prej portaleve të caktuara, cili do portal pra kur keni reaguar ju si organizat, si nuk e di edhe si profesionist i kësaj fushë, edhe në anën tjetër mandej bind, pse e bëjnë, pse dikush ka një interes me raportu për një diçka të tillë? A e bëjnë për klikime, apo ka një arsye tjetër, apo thjesht është një jo profesionalizëm? Çfarë mendoni që qëndron mbrapa kësaj? Po, më tregoni edhe për përgjigjen që nëse e keni marrë ndonjëherë. Për shumë portaleve, na kena marrë përgjigje pozitive, domethënë ka me bisedu me redaktorë të ndryshëm për çish me i rregullu mënyrën e raportimit. Ka pas raste që ne redaktistë të çfarë do portali ja kam dërguar një artikull që ata kanë publiku, edhe kam thonë këto duhet me hek për çdo shkaqe, edhe ata kanë qenë shumë bashkëpunues. Ballë këtë na kena punuar shumë me gazetarë dhe me redaktorë për shumë me rregullu mënyrën e raportimit, por për portalit në fjalë, për sinjalit, asnjëherë nuk kena marrë përgjigje, asnjëherë domethënë nuk na kanë thënë në përgjigje për kërkesat tona që kena pas. Edhe për çfarë kena mrinë që pikë ku jena tash. Domethënë as nuk kanë komunikuar me ne, as nuk kanë komunikuar domethënë keni po, edhe KM edhe KMSHK kanë reaguar, as për aty nuk kanë marrë domethënë ai përgjigje, kur KMSHK ka kërkuar që ata me hek domethënë lajmet pasi që kanë jep verdikt për shkeljet të tyre etike, ata nuk e kanë bërë. Kështu që për shkak të këtij edhe familjet që ka, domethënë kanë thirrë vetë në telefon, as për me kërkuar për largu, as ata nuk e kanë bërë. Kështu që për shkak të këtij komunikimit të vazhdueshëm që ka dështu, edhe për shkak të sankcionimit moral ka dështuar vazhdimësinë, na kanë prunë pikë ku na po duhemi të mobilizu para zyreve tëne për me kërkuar që munale. Edhe mas kësaj, nëse prap as tash nuk marrin masa, kanë me vazhduar hapa tjera deri në pikën që na e ndalim këtë formë të raportimit. E pse bojnë është për shkak që është profitabile. Për shkak që megjithatë, popullsia në Kosovë ka një korreshtë shumë morbide për çdo lajme. Edhe se këto lajme nxisin senzacion për mënyrës që i raportojnë. Edhe marrin klikime për tyne, pra kur thonë ja kush është individi që është vetuar, njerëzit tin për me kuptuar nëse është dikush që ata e njohin, edhe kjo gjeneron aty në profit. Edhe prandaj edhe bën çdo sa. Domethënë është çështje pure e profitit, edhe është njëra prej mënyra më të morbide për me nxjerr fitim, për shkak që është ndërtuar komplet prej shkeleve etike dhe ligjore, prej me na hyrë neve direkt në jetat tona në momentet ku na jena më të vujtur. Për shumë ata me marrë ato materiale, pa na vetë, pa kërkuar, edhe me kriju parë për vetë. Pra thjesht me përfitu për ca klika më shumë materialisht, apo jo nga tragjedia e dikuj, nga tragjedia më e madhe që mundet me ndodh një rasti të caktuar ose një familje të caktuar kudo qoftë. Kjo po thoni që është arsyeja kryesore. Mirë, hajde po ndalemi te protesta. Pra ju po thoni bind që jeni të detyruar pas këtyre reagimeve që keni bërë deri më tash me dalë edhe me protestu para zyrave të këtij portali. Kush jeni ju, që protestoni? E kam qartë ju shoqata, po a keni ftuar edhe dikë tjetër që me ju bashkangjit në protestë? Po, domethënë, na jena linja jetës, linja telefonike për parandalimit të vrasjes, pikërisht për shkak që jena çka afër domethënë me çfarë punë me fushën e parandalimit të vrasjes dhe për shkak që kuptojna pasojat e kanë thirrë dhe protestën. Njerëzit duhen me kuptuar që linja jetës zakonisht nuk proteston. Na jena domethënë as nuk jena entitet në vetvete, është
projekti i cili menaxhohet për qendrës për informim dhe përmirësim social. Edhe këtë puna e linjës bëhet direkt me persona që kanë mendime për këtë rast. Që fakti se na kena mrit deri në çet pikë, kallzon çfarë niveli domethënë të shqetësimit të kena, që po na detyron me dalë rrugëve me ballafaqu domethënë para zyrit të sinjalit për me kërku për mani. Edhe për me thirrë për bashkangjitë në protestë na thirrim çdo person që e sheh që padrejtësi që shohim na, çdo person që e kupton që na kena nevojë domethënë për një standard të ri të raportimeve në mënyrë që me i ndihmu këtyre familjeve, që sot po ballafaqohen me raportime të tilla edhe çdo familje në të ardhmen që mund të ndiku për tyne, në mënyrë që me pështu jetë, për shkak se kjo formë e raportimit ndikon drejt për drejt në rritje të vendorastjes, edhe persona që i shohin që them se problem të sigurisë edhe personale, sepse ta mundën nesër mas nesër të filmojnë me na hin shpinë, me na hin momentet tona, për disa klikime. Kështu që kjo është thirrje jo vetëm për aktivistë dhe për shoqërinë civile, por për çdo qytetar. Kushdo që sot e sheh çdo sene dhe konsideron që janë e padrejtë, hajdeni në ora 12, është zyrën e kanë këta para stacionit policor në qendër, edhe që të kena më mbledhë dhe me protestu. Simon, ironikisht para stacionit policor, keni me protestu, apo jo? Mirë, bindë qysh, se Simon, portale, platforma që synojnë me përfitun në tragedin e të tjerve, ka sa dush edhe në vendet edhe mas zhvilluara të botës. Pra sigurisht, dëshira për me fitu është e madhe gjithmonë edhe gjithkun. Po qysh e kanë zgjidhur këtë çështje, këtë aspekt pra shtetet e tjera? A guxohet me u raportu ashtu si raportohet në Kosovë? Po më në cilat janë masat që mirën ose qysh është zgjedhë zgjidhje, pra, thjesht? Po, kjo që e ceke është shumë e vërtet, por kjo është një problem global, nuk është se ndodh vetëm në Kosovë. Na stash për shembull në Angli e pam se si mediat e kanë shtyr një profesor drejt vetvrasjes dhe raportimin që ka pasu mas asaj, domethënë ky rast është i prest. Megjithatë, ka disa shtete që pritëve na mundën me nxjerr shembuj pozitive për mënyrën se si kanë trajtuar raportimin në media. Mu që më duket që është më e përshtatshme për modelin në Kosovë është në Zelandë të Re që është përshtatshme. Pra në Zelandë të Re raportimi jo etik i vetvrasjes është i sanksionueshëm. Atje domethënë është një ligj shumë specifik, i cili i ndalon domethënë çdo raportim të vetvrasjes i cili të kalon udhëzimet etike për raportim. Pra, në moment që ti raporton në mënyrë jo etike, ti mundesh domethënë me ankër dënim, edhe nuk ki nevojë hiç me kalon që procesën e paditës që duhet me bëu familja e tjerë. Aty që të shpe ekziston një këshill i ekspertëve, ka gazetarë, ka profesionistë, të cilët nëse mediumi dën me të kalu njërin prej pikave që paraqiten në udhëzuestet për shembull, dën me publiku identitetin e personit që është veteran, ata mundën me paraqit te këshilli, edhe këshilli nëse sheh që është në interes publik, mundet me aprovu. Por kjo është një mënyrë shumë e mirë e rregullimit që mundem edhe na potencialisht me bon Kosovë, në mënyrë që çdo media që nuk funksionon pra që komunikimi që janë të bëna tash, që ti tenton me fol me ta, edhe ata thjesht nuk dojnë me kuptu, që me pas domethënë një mënyrë të drejtë për drejtë të sankcionimit. Edhe në Kosovë domethënë na vetë se e bojnë atë në një farë mënyrë. Domethënë ligji parashet që nëse ti kalon çdo bariera etike, ti duhesh me pagu dënim. Vetëm dallim që është ndërmjet neve dhe Zelandës së Re, është se ata atje ja kanë lënë parën mediumit e jo familjes. Pra mediumi duhet mu mbrojtë e jo familja me shumë i padit, edhe se kanë kryer që këshillin që mujt me e monitoru domethënë situatën. Nëse çdo dyja na mundën me bë, ky problem zgjidhet krejt. Po për me mnidë në atë pikë, kemi nevojë për kuvend funksional. E me qenë se na që ato nuk i kena, duhemi na si qytetar një herë më ardhë më mobilizu, që mujt në mënyrë tjera alternative nëpërmjet presionit publik me zgjidh problemin që deri kur të kena na institucione funksionale, të paktën me minimizu damin që bëhet. Nga ona tjetër është e vërtetuar, Bind, e përmendë sigurisht e kemi diskutuar edhe herave të tjera, edhe me juve, edhe me mysafirë të tjerë, edhe me psikologë të tjerë, që sa më shumë që raportohet për raste të tilla ka një shtytje drejt vetvrasja, apo jo, sidomos te personat që janë duke e menduar një diçka të tillë në kokën e tyre. Pra, kjo është e vërtetuar tashmë, nuk ka dilema te ky aspekt, apo jo?
Absolutisht jo. Do me thonë edhe kjo është nëse raportohet në çet mënyrë që është po raportohet tash. Pra nëse zbulohet identiteti i personit, nëse përmenden metodat e vetvrasjes, vendi, nëse bëhet senzacion, ndon informata kështu që ka shkruar, që ka bëu kështu, nëse vazhdimisht çiten do me thonë lajmet e njëjta, ajo patjetër se ka mishty personat që kanë sot mendim për vetvrasje deri në fatalitet. Ka mënyra të raportimit që e kanë efektin e kundërt, pra mënyra që i mbështesin këta persona. Edhe përse ato është shumë e rëndësishme që mediat sot me marrë një uzus të raportimit të vrasjeve. E kena përgatit na bashkë me AVK një vitin e kaluar, që mundi me gjithë me faqe të tyre, edhe me njekë që ato hapat. Se cila redakci i zhdasht me marrë edhe me i shti ato si pjesë e zakonshme punës tyre kur duhen me raportu për vrasje, që mujt jo vetë se mos me bëu dëm, po edhe me na animuni edhe me punën tonë, me na animuni edhe që na me mri edhe me të njerëz sa më shumë. Edhe këtë këto, do me thonë, janë të dokumentume, kanë kalu hulumtime të ndryshme që e kanë bërë këtë, që është e mbështetme prej shoqatave ndërkombëtare për parandalim të vrasjes, por nuk jena të folna për diçka që ka dilemë këto. Na e dina që kjo ka efekt negativ. Prandaj kjo nuk është një çështje e raportimeve, do me thonë, e standardeve etike të mediave, kjo është çështje e sigurisë dhe shëndetit publik. Do me thonë, bukvalisht, njerëz sot janë të ballafaqu me mediume të cilat nesër mas nesër mundën me shkaktu fatalitete. Kjo duhet me na alarmu të gjithë, jo veç do me thonë gazetarët për mënyrën që po raportohet ose vetëm ne. Kjo duhet do me thonë çdo person që sot është të dashur me e pas një shoqëni të shëndetshme dhe një shoqëni të sigurt me u alarmu dhe me ardh me na pashkëngjit për protestë. Edhe një pyetje të fundit, Bind, qa pas protestës së sotme? A keni para pas, me thonë, me qenë disa protesta, apo thjesht është kjo i sotme një shqetësim që ngritni edhe po mendoni, po prisni me reflektu nga portali? Jo, na e kena një plan bukur gjatë, e kena caktuar çdo hap të përshkallëzimit të masave që kena marrë deri në pikë kur portali ndron qasin. Këtu nuk pi bojna publike njerë për njerë, për shkak se po presim pra do me thonë, nëse të bojna një hap, e presim përgjigjen. Ma thënë, nëse të përgjigje vazhdon hapi tjetër e kështu me radhë. Po do me thonë, e kena qyrë krejt skenarin në çdo pikë të mundshme që mundëm na me pas ndikim për këtij momenti. Nashta e keni pana edhe kena dërguar për shembull kërkesë të inspektoratit policor i Kosovës që ata me hetu rrjedhjen e informatave që po del për policisë drejt portaleve si sinjali. Kështu që është planifikuar, po që nuk jena të dashur njerë me si të hapat për shkak që mos me alarmu do me thonë portalin paraprakisht. Jena të dashur me pa kur ata e konsiderojnë që është mjaftueshëm, do me thonë, presion për me ndryshu, po patjetër që nuk mendojnë që me një protest ka mu gjithë të problem. Kjo është, do me thonë, një proces i vazhdueshëm dhe kërkon presion të vazhdueshëm, kështu që edhe për qytetarët na nuk përkërkojnë veç me dalë sot, por që me dalë sot edhe me na mbështet në hapat e radhës që vinë pas taj. Mirë, shumë sigurisht edhe kemi me ju përcjellë edhe në vazhdimsi për hapat që keni me ndërmarrë dhe për atë që po e quani të domosdoshme, pra një reagim të domosdoshme nga portalin e Fjalë ose edhe nga media tjera, portale tjera, në mënyrë që vërtet të mos ketë raportime të tilla jo etike, jo profesionale që e cytin vetvrasjen, që e shtyn, pra që e nxitin realisht vetvrasjen apo jo, dhe e the edhe më herët që kjo kudo që pasqyrohet në botë realisht e ka një efekt të tillë. Mirë, Bind, faleminderit për kohën sot. Faleminderit për juve, është kënaqësi. Edhe po urojmë që sa më pak raste të tilla të ketë në radhë të parë dhe mandej edhe ato që janë të mos pasqyrohen në media, të mos duke shkelur etikën e duke shkelur gjithçka edhe njerëzore në këtë aspekt. Mirë, faleminderit shumë. Nuk e dini se kemi një komunikim